Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në magazinën Info Plus, në të cilën ju sjellim lajmet kryesore të ditës dhe bisedën në studio. Deputetet e Kuvendit kanë dështuar sërish në përpjekjen e 27 për konstituimin e legjislaturës së nëntë. Nuk u votua formimi i komisionit për votim të fshet për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Nga 99 deputet, 50 votuan për, asnjë kundër dhe nuk pati asnjë abstenim. Seanca radhës vazhdon me 7 qershor, ndërkohë përfaqësues të partive vazhduan akuzat ndaj njëra tjetrës. Po e shohim pra edhe një herë tjetër që qëllimi i partive opozitare nuk është zgjidhja, është vazhdimi i blokadës që ata vete kanë krijuar qysh në fillim të konstituimit, qysh në fillim të sagës së këtyre seancave të vazhdueshme, fillimisht duke refuzuar të votojnë komisionin për verifikimin e mandateve, ndërkohë më pastaj duke refuzuar të marrin pjesë edhe në procedurat e tjera të votimit, qoftë ai i hapur dhe tash ky i fundit, pra duke bllokuar madje edhe krijimin e komisionit për të mundësuar këtë votim. Edhe pse i kemi ofruar një bashkëpunim që ta konstituojmë kuvendin me ndonjë prej emrave të tjerë që mund ta bëjnë këtë punë, mirë po fatkeqësisht me gjasë duke mos i pas numrat që ta bëjnë qeverinë, atëherë kam vendosur që si barikadë ta vendosin pikërisht një grua të cilën mendoj çdo ditë më shumë po e delegjitimojnë dhe po e dëmtojnë edhe më shumë reputacionin e saj. Ne kemi tregu që nuk mund të bashkëqeverisim me lëvizjen vetëvendosje, por me qenë se krejt parashikimet qojnë se ne do të kemi një proces tjetër zgjedhor në mars kur vije dhe zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës, kemi dalë me propozimin që të kemi një qeveri gjithëpërfshirëse kalimtare me një agjendë të caktuar. Shumë shpejt besoj që do të dalim, do të bëjmë edhe prezantimin e pikave të cilat kjo qeveri gjithëpërfshirëse do të duhej që t'i zgjidhte dhe mandej do më thonë të kalojmë. Nuk është që po mungon vullneti ose iniciativa nga ne, në fakt ata që e kanë bloku janë edhe përgjegjësit kryesor, kanë 48 ulse në kuvend dhe nuk kanë lëviz nga qëndrimet e tyre që prej seancës së parë, të cilat as qëndrime nuk mund të quhen. Drejt, kjo që po ndodh nuk është drejt kjo bllokim i seancës që po bëhet nga zoti Kurti dhe partia e zotit Kurti, është dashur të sigurojë shumicën e thjeshtë në mënyrë që të konstituohet kuvendi dhe jo vendi të kalojnë sa muaj të mos kemi konstituim të kuvendit. Njëkohësisht po ndodhin shumë gjëje, gjendje rrone ekonomike, shtrëngtimi i energjisë elektrike, nuk po mundem me mbikëqyr punën e qeverisë, po e shifnin se si ka lulëzuar korrupsioni dhe në fakt ne nuk e kemi mundësinë e monitorimit të digastereve të ministrisë. Një aksion simbolik është organizuar para kuvendit e Kosovës nga avokati Arjanit Koci. Ai mbylli derën e kuvendit me një fjongo, siç e quan ai, simbol të bllokimit moral. Sipas tij, deputetët nuk kanë të drejtë të dalin pa marrëveshje politike dhe kjo lojë me durimin e popullit duhet të marrë fund. Këta potencialisht jo vetëm që po i shkelin obligimet që kanë ndaj neve qytetarëve, po potencialisht po kryejnë edhe vepra penale, mund të ketë elemente të korrupsionit pasiv, nëse vërtetohet se ky bllokim është pjesë e pazareve politike. Mos me folë që po e simulojnë që po punojnë, e në fakt nuk po punojnë, aty këto janë krejt elemente të veprës penale të mashtrimit, edhe potencialisht mund të me qenë dhe kështë përdorimi pozitës zyrtare. Qeveria në detyrë ka marrë vendim për rritjen e shtesave për nënat Lehona. Në mbledhjen e radhës, kryeministri në dorëheqje Albin Kurti tha se qeverisja e mirë ka në qendër mirëqenien e jetës së qytetarëve dhe zhvillimin e vendit. Ai përmendi rritjen e shtesave për nënat Lehona nga 170 në 325.9 euro. Kurti foli edhe për pagat në sektorin publik. Qeveria në dorëheqje e Kosovës ka marrë vendim për rritjen e shtesave për lehonat. Në mbledhjen e sotme të ekzekutivit, kryeministri në dorëheqje Albin Kurti ka thënë se për lehonat e papunësuara shtesat janë rritur nga 170 euro në 325.9 euro, të cilat i përfitojnë për 6 muaj. Ndërkaq për gratë lehona të punësuara, shtesat janë rritur nga 223 euro në 319.5 euro, të cilat i përfitojnë për 3 muaj, pas përfundimit të pushimit të lehonisë për 6 muaj. Për të gjitha nënat lehona, që nga ky muaj, shtesa mujore do të rritet në 325.9 euro, e kjo përbën një rritje prej 91.7% apo gati 2 fishim të shtesave. Kurti po ashtu ka bërë të ditur se pagat për shërbyesit civil do të rriten edhe për 55 euro duke filluar nga muaji korrekt.
zbatimi i fazës së dytë të rritjes do të fillojë të aplikohet muajin e ardhshëm dhe kështu pagat mujore për zyrtarët publik për mbi 80.000 zyrtar publik do të jenë 110 euro më të larta se sa ishin në dhjetor të vitit 2024. Me këtë vendim, sipas ministrit në dorëheqje të financave Hekuran Murati, palukohet buxheti për të mbuluar fazën e dytë të rritjes së pagave për shërbyesit publik. Është rreth 31.2 milion euro kostoja totale që do të shpërndahet në për organizatat buxhetore për të mbuluar koston e rritjes, pra edhe për 55 euro tjera që do të kompletoj rritjen prej 110 euro për të gjithë shërbyesit publik që marrin pagë nga buxheti. Gjatë kësaj mbledhjeje, qeveria në dorëheqje miratoi dhe vendimin për hartimin e planit të kompleksit memorial Adem Jashari në Prekaz. Këtu ministri i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Libur Naliu theksoi se afati i zbatimit të këtij plani është së paku 8 vjet. Ndërkohë ekzekutivi miratoi vendimin preliminar për shpronësim të pronave të paluajshme për projektin ndërtimi i qarkorës jashtme të qytetit të Gjilanit dhe kyçja e rrugës nacionale dhe miratimi i vendimit për shpronësim të pronave të paluajshme ish-shoqërore mekanizmi që menaxhohet dhe administrohet nga AKP-ja. Do të vazhdojmë me bisedën në studio ku do të flasim me Jeton Zulfaj, këshilltari politik i kryeministrit në dorëheqje. Zoti Zulfaj, mirë se erdhe. Mirë se vizeta. Padyshim që këtë bisedë do doja ta nisim pikërisht me vendimin e sotëm për shtesat për lehonat, ku në fakt kemi ngritje nga 170 në 325.9 euro. Si erdhe ky vendim? Po, një lajm shumë i mirë për nënat lehona. Është një politikë e cila ka fillu dhe është ndërlidh me pagën minimale kur ka fillu si politikë. Dhe tashmë kur paga minimale është dyfishuar dhe ligji për pagën minimale është në fuqi. Kjo është reflektim i kësaj ndërlidhje, le të themi, me pagën minimale, e që nuk përbën politikë të re, por gjithsesi vendim i qeverisë. Vendimi për lehonat, për shkak se paga minimale është çështje tjetër, po ashtu edhe pagat në sektorin publik janë planet të cilat janë paraqar në planin buxhetor për këtë vit. Mirë po, shtesa për lehonat, a është veprim i lehtëshëm? Po, sigurisht është i lehtëshëm sepse nuk i ndalohet qeverisë në detyrë që të marrë vendime, por nuk është politikë e re. Pra, qeveria në detyrë merr vendime, siç i keni parë, shumë vendime prej tyre dhe të marrë edhe tjera vendime në ndërkohë derisa të zgjedhet qeveria e re, por nuk është politikë e re, kisha më thonë, dhe kjo besoj që është dallimi. Nëse bazohemi në ligjin për qeverisjen, atëherë nëse ndalemi pikërisht kufizimet e qeverisë në dorëheqje, ligji i cili është aprovuar pikërisht në kohën kur vetëvendosja ka qenë në qeverisje, thotë që qeveria në dorëheqje kryen vetëm aktivitete të domosdoshme, të planifikuara me planin vjetor të punës së qeverisë dhe me ligjin vjetor për buxhetin. Përjashtim aktivitetet në vijim janë disa aktivitete, nuk miratohet nisma, po ashtu lidhje, marrëveshje ndërkombëtare, nuk miratohen amandamente, nuk miratohen po ashtu edhe strategji, dhe nëse nisemi nga kjo që thuhet në këtë ligj, nuk përkon në fakt në këtë ligj. Pse, po nuk është politikë e re. Pra, nuk është ndaluar. Në cilën pjesë po mendoni që është ndaluar? Po, në bazë të kufizimeve që parashihen në nenin 31 të ligjit për qeverisjen. Po, cila pjesë ndalon vendimin për shtesat? Vetë fakti, pika e parë, qeveria në dorëheqje kryen aktivitetet e domosdoshme që janë të parapara me planin buxhetor, mirë po nuk bën çështje të tjera të cilat implikojnë çështjet buxhetore. Do të thoya që është edhe politikë domosdoshme dhe se ndërlidhja, sepse politika kur është sjell në mandatin e qeverisë Kurti 2, që është politikë e qeverisë, është caktimi i shtesa për nënat lehona ka qenë me pagën minimale. Dhe ndërkohë që tash kemi ligjin për pagat minimale, ku kemi dyfishim të pagës minimale, ky do thoya që jemi vonë në adresimin e kësaj, sepse tashmë jemi në gjysmën e ka të përhym gati në gjysmën e vitit. Pse po ndërlidhet me pagën minimale kjo çështje? Po ka qenë ndërlidhur. Kur është sjell politika, si bazë për përcaktimin e shtesa për nënat lehona, ka qenë paga minimale, që ju e dini ka qenë në shkallën prej 130 dhe 170, edhe është vendosur që të jetë 170 euro. Pra, nuk ka qenë e rastishme niveli prej 170 euro kur është
fillu kjo politikë. Thatë më parë që qeveria po ashtu ka marrë edhe vendime tjera, po në fakt ka marrë vendime edhe saj përket emrimeve në pozita të larta që edhe në ligjin për qeverisje pikërisht e kufizimet nuk parashihen të bëhen propozime për emrime në pozita të larta. Kemi parë emrime në pozita drejtor, në inspektoriat shëndetësisë, në ministrinë e arsimit, po ashtu edhe në ministritë të tjera dhe në agjensitë të tjera. A janë këto veprime të lehtëshme marrë parasysh që është qeverinë në dorëheqje? Dhe kemi një kryeministër i cili sot ishte kryeministër në detyrë në qeveri, më pas shkoj në deputet dhe si cilësohen këto? Po e para, besoj që duhet ta lexoni mirë ligjin, sepse thotë I kemi lexuar zoti Zylfaj, nuk po... Jo, fal, po thuhet të inicohen. Pra vetëm këtë fjalë duhet të them, duhet të inicohen ligji thotë, po, procedura. Dhe ne nuk kemi Nuk inicon emrimet të zyrtarëve të lartë. Megjithatë, edhe emrimet të cilat kanë qenë në proces dhe që bëhen në qeverinë në detyrë, sipas ligjit nuk mund të shkojnë tutje. Po, sigurisht, nuk ta bëjnë një analizë ligjore të kësaj, por ju e shihni në ligj që nuk inicohen procedura të reja, ndërkaq që kemi pas pozita në të cilat ka skaduar mandati dhe janë vazhduar. Por nuk është inicim thirrje për procedurë të re, mirë po është vazhdim. Dhe kjo po besoj që është përgjigja, sepse ne kemi qeverinë detyrë, kemi institucione të cilat duhet të punojnë, kemi vendime të cilat duhet të merren, shteti nuk pushon vetëm sepse kalojmë në një tranzicion, mirë po gjithsesi kufizohen kompetencat e qeverisë në kuptimin e politikave të reja, ligjeve të cilat nuk kemi kuvend dhe nuk mund të dërgojmë ligje të reja, mirë po qeveria ende punon. Po, megjithatë emrimi i zyrtarëve në për pozita kanë qenë për shembull në për pozita e kanë ushtruar këto pozita më herët as Fikrie Zymberi emërohet në pozitën drejtoreshe ekzekutive në Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional, po ashtu kemi zyrtarë të tjerë, unë kërkoj falje që i përmendja emrat, mirë po këto janë publike edhe në webfaqen e qeverisë së Kosovës. Po besoj mund t'i thrasni institucionet përkatëse për pozita të caktuara, për cilat njohsim më mirë, por në parim qeveria në detyrë është në punë, dhe ajo që ka thot ligje është që nuk duhet të inicohen procedura të reja, por që nuk do të thotë që nuk mund të vazhdohen mandatet të cilat janë të domosdoshme për funksionimin e institucioneve përkatëse. Sipas jush, kjo që ka ndodhur është në rregull, do të thotë emrimi në këto pozita udhëhecse i bie, drejtori është pozitë udhëhecse në një agjenci të caktuar. Po mund ta përsëris edhe një herë, po unë thash për pozita specifike, mund të flisni me institucionet përkatëse, se çfarë procedure e ndjek, nuk besoj që mund të jemi Po, jeni këshilltar politik i zotit Kurti dhe për atë arsye nuk merrem me pozita drejtuese. Tash nuk këshilloj. Janë vendime të cilat merren patjetër, janë vendime të cilat merren në qeveri. Po sigurisht, ajo që unë po them është që ligji ndalon inicimin e procedurave të reja për pozita, po jo emrimin, patjetër. A do të vazhdohet me procedura të njëjta dhe tutje? Po mendoj që aty ku ka boshllok dhe është i nevojshëm përformimi i detyrave dhe nuk është inicimi një procedure të re, besoj që ajo që nuk është ndaluar me ligj, sigurisht që do të praktikohet, sepse edhe nëse nuk e bën e shkel ligjin. Vendimi që u marrë për shtesat, për lehonat, patëm a është më shumë vendim që lidhet pikërisht me gjendjen të cilën është, apo bëhet një lloj fushate, qoftë para zgjedhjeve lokale, apo patëm dje edhe deklaratën e vet Albulena Agjeut, e cila deklaroi që janë të gatshëm që të shkojnë në zgjedhje nacionale, në zgjedhjet e parakohshme nacionale, pikërisht në datën kur mund të caktohet edhe mbajtja e zgjedhjeve lokale. Apo bëhet fushat pikërisht në këtë kohë? Jo, nuk bëhet fushat, sigurisht si subjekt politik çdo herë je i gatshëm që të shkohet në zgjedhje, nëse ato janë të domosdoshme, por ne kemi pas zgjedhje. Kemi fitues të zgjedhjeve dhe kemi rezultatin çfarë kemi në kuvend dhe tash kërkohet konstituimi i kuvendit në mënyrë që të zgjedhim edhe qeverinë. Megjithatë nuk po shohim rezultate, edhe sot patëm një seancë të dështuar të kuvendit, nuk po votohet kandidatja e cila është propozuar nga vetëvendosje, për më tepër nuk po votohet as komisioni i fshehtë i cili rrjedhë tutje pas procedurave që dështuan disa herë, dhe kemi një blokadë totale institucionale. S'kisha thënë që kemi blokadë totale institucionale, kemi qeverinë e detyrë. Sa i përket funksionimit të rregullt të institucioneve nëse flasim. Nuk kemi kuvend, sepse përgjithësia në kuvend është e shpërndar,
Kuvendi duhet ta konstituoj vetveten. Nuk është obligimi i qeverisë që ta konstituoj kuvendin, është obligimi i partisë fituese që të arrijë shumicën apo të siguroj. Ta tham mendimin tim. Është obligim i deputetëve të zgjedhur të legjislaturës, të cilët duhet ta konstituojnë kuvendin, në mënyrë që të mund ta mbajnë përgjegjëse qeverinë, ta zgjedhin qeverinë, po edhe ta mbajnë përgjegjëse, sepse kështu janë nda përgjithësitë. Ajo që ka po ndodh është që kemi subjekte politike të cilat nuk marrin pjesë në votim, dhe edhe pse nuk i kanë drejtën e propozimit, pra i kemi disa qasje të ndryshme, njëri subjekt thotë që nuk më intereson fare se çka propozoni dhe nuk marr pjesë fare në votim, që po ashtu është shkelje, dhe një subjekt i cili nuk ka parime, sepse ta zëm kur ishte procedura për votimin e kandidatës, nuk votonte sepse thjesht nuk i pëlqente kandidati, po jo na i parim sepse nuk i pëlqen, dhe kemi një subjekt tjetër i cili e ka marrë të drejtën e propozimit që nuk i takon. Pra, dhe drejta e propozimit i takon subjektit parë, i cili e ka bërë. Lëvizja vetëvendosje nuk i ka vënu për asnjë minutë konstituimin e kuvendit, kur përgjegjësia ka qenë tek lëvizja vetëvendosje, ta zëm si subjekt. Dhe kjo përgjegjësia tash ku jemi, do duhet të shihej tek subjekte tjera, të cilat e dinë që propozimi është nga subjekti fitues, dhe njëkohësisht nuk duan që të kalojnë tek formimi i qeverisë. Dhe kështu po e lënë Kosovën pa kuvend, dhe aty përfaqësohen të gjithë, sepse është vendi ku përfaqësohet populli. Po, pikërisht është vendi ku përfaqësohet populli. Mirë, po, a do duhet partia fituese në këtë rast lëvizte në qëndrimet e saj? Kur themi lëvizte në qëndrimet e saj, qoftë në koalicione, qoftë në sigurim të votave, sepse ne po shohim deklarata që po bëhen që ne jemi të gatshëm për formimin e qeverisë, mirë po jo të kuvendit. Jo, nuk kemi thënë që nuk jemi të gatshëm për formimin e kuvendit. I kemi votat, ka pas deklarata zoti Kurti në intervistë pikërisht në RTK, ka thënë që i kemi votat për formimin e qeverisë, mirë po jo të kuvendit. Mirë po, si mund të bëhet kjo, zoti Zulfaj? Shikon, nuk ka thënë që i kemi votat për formimin, po ka thënë që testoma i kam votat. Apo, i ka 15 ditë. Qeveria kalon tutje janë afatet procedurale me gjithatë. Po pse s'po kalojmë ato? Po kur thuhet janë votat për qeverinë, si mund të bëhen votat për qeverinë, tash ti i kam votat, jo mund të bëhen, i kam. Po dhe po ka thënë testom, apo? Ka thënë që i kam votat për qeverinë. Ti nuk. Mirë po jo për kuvendin. Dhe po kërkohet mbështetje. Dhe votimi i fshat. Nuk besoj që duhet, më mendoj që subjektet tjera opozitare po i përzijnë këto dy gjëra, po i kërkojnë partisë parë bëj koalicion për kuvend, edhe po e përjashton vetveten. Po e kemi një blokadë 4 muaj, zoti Zulfaj, dhe blokada nuk është. Po mirë, po këto duhet ta adresojmë, sepse këtë intervistë po e bëjmë, po besoj edhe për ta adresuar. Pikërisht, po i diskutojmë cilat mund të jenë alternativat e mundshme. Po, alternativa është që duhet të votohen kuvend, dhe se nuk mund të diktohet koalicioni. Ajo që ka gjykata kushtetuese ka diktu, le të themi, është që propozimi i takon partisë fituese. Po, është akt vendimi i saj. Sikur kjo të mos ishte, atëherë sigurisht që duhet bëj përpjekje për të krijuar një koalicion në mënyrë që sepse gjykata nuk ka thënë që duhet të kesh patjetër gjallët e një vota për ta propozu një kandidat. Ajo është çështje procedurë tjetër. Jo, po ka rëndësi kjo, sepse këta subjekte tjera po veprojnë sikur gjykata ka thënë që duhet i kesh 61 vota edhe të takon. Pra nuk i ke 61 vota, i ke 48. Në mandatin e kaluar, kur kanë qenë votat, nuk është vënë asnjë minutë. Pse? Sepse kanë qenë votat. Tani nuk mund të thuash që nuk i ke votat, nuk do të bëjmë kuvend. Po, e kush duhet të lëshoj petani? Apo si duhet të veprohet për të dalë nga kriza? Ne kemi 48 vota. A ka dikush prej deputetëve tonë që nuk po voton? Që televizët dhe të dalim nga situata në të cilin jam. Që televizët duhet deputetët të votojnë që ta zgjedhim kryetarin e kuvendit dhe kryesin dhe të kalojmë te qeveria. Përndryshe, në situatën që jemi, opozita e ka marrë peng kuvendin, sepse nuk po don, po sepse nuk po voton. Është peng. Po e shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Atëherë, e drejta e tyre po shfrytëzohet në maksimum për ta bllokuar, është vërtet. E kanë të drejtën mos me votu.
A duhet të rast të akuzohen me parti tjera? Në fakt nuk kanë drejtën as me votu, sepse gjykata ka thënë duhet të votosh kundër, të abstenosh ose për, po nuk mund të mos votosh. Mirë, po janë procedurat e cilat më pas, kjo procedurë doli pas procedurave të dështimit të hapur. Dhe më pas, u tha që kjo çështje është dashur të vendoset në mbledhjen e parë të kryesisë, që në atë ku ish krye parlamentari i ftoi të gjitha subjektet politike, dhe në atë seancë është dashur të vendoset a do të votohet me votim të hapur apo të fshat, gjë e cila nuk ka ndodhur dhe më pas ndruan procedurat. Pikërisht kjo çështje shkoi edhe në gjykatën kushtetuese nga disa subjekte politike. Ne po presim vendimin e gjykatës kushtetuese, por gjykata kushtetuese ka thënë që ti mund t'i provosh të gjitha opsionet. Nuk ka që ka ideja që kur dush me bloku, gjatë gjithë mandatit i kanë bloku krejt reformat, i kanë vënu në fakt, shumicën për tyne, sepse kanë qenë blokus gjatë gjithë mandatit, me marrëveshje ndërkombëtare, me ligje duke i qenë gjykatë kushtetuese për t'i bloku e për t'i vënu. Ky mentalitet blokus e vënus nuk që lindi tash. Prej se kemi ardhur në qeveri, mentalitetin blokus të marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe të ligjeve të reformave që ka votuar mbi 50% e popullit, këta kanë pas. Për secilin ligj kanë marrë një folder dhe kanë shkuar në gjykatë kushtetuese. Po marrëveshjet ndërkombëtare në fund u votuan nga opozita tashmë. Besoj që të kujtohet. Po thuj se për secilin ligj u neshin për gjykatë kushtetuese për ta bllokuar. Po tash janë çështje të cilat kanë pasur. Po e drejtë e tyre sigurisht për bllokus. Edhe ju keni dorëzuar në atë bllokus gjithsesi, vetëm ajo që po them është që nuk mund të iksh nga përgjegjësia si deputet i Kuvendit të Kosovës dhe të fajsosh 48 deputet. 48 janë, nuk janë gjatë një. Nuk mund të thuash që ke marrë peng e po e blokon Kuvendin me 48 deputet që secili po voton për. Se të përra dhe me parë pyetjen, a do të ketë lëvizje apo do të vazhdohet në mënyrën e njëjtë, apo jeni drejt asaj që të shkohet në zgjedhje? Ma shumë se 48 deputet, në këto zgjedhje nuk kanë dalë. Pra, nuk i si të lëvizësh ma shumë për të konstituu Kuvendi. Ata të cilët keni përkrohen disa deputetëve tjerë të minoriteteve. Po, ato po arrinë 57, pra janë 4 vota mundu. Mirë po, a një kohë u diskutua që mund të hini në koalicion me zotin Limaj, gjë cila nuk ndodhi dhe po ashtu Mo ti po flet për qeverin, jo, po flas për Kuvendin, se njerë duhet kaluar Kuvendin dhe pas të dalim të qeveria. Shko, për Kuvendin, gjykata, me interpretimin që ka bërë, ka thënë që i takon subjektit parë. Ajo e qartë, zoti Zulfaj. Po mirë, po pëse s'po e kalojnë këtë pjesë? Tani procedura se si të ecë tutje dhe si të sigurohen 60 vota. Procedura është me votim të fsheht ose të hapur dhe duhet të votosh për, kundër ose të abstenosh. Po e blokojnë votimin e fshet dhe nuk po votojnë. Blokus në gjitha andë. Ndërkohë që të drejtën e deputetit në vend se ta interpretojnë drejt aktive për ta konstituu Kuvendin, po e interpretojnë si drejt pasive, ku unë vetëm duhet të vi dhe të shohë se si ti, partia që ke dalë e para, po mundësh me e konstituu Kuvendin. Po Kuvendi është i gjithve. Gjithë duhet të punojnë bashkë për me konstituu, sepse pastaj do t'i takoj të gjithve. Kryetarin e Kuvendit din që i takojnë të parës. Pra nuk është qeveria Kuvendi. Dhe kjo nga tresë e madhe, dhe se ajo që ka kemi po edhe që ka po dëgjojmë, është që nuk është as pak të rol institucionalist. Nuk mund të thua ashton kohën jam institucionalist dhe të blokosh institucionin. Pastaj kemi, për shumë, të Lidhja Demokratike e Kosovës, po shkojnë edhe një hap më larë. Ata po blokojnë. Atëherë pëse s'po ndërmerr hapave të vendosje që të lirohet sepse janë 48 deputet. Mirë, po duhet të sigurohen votat nëse dëshirojnë të po nëse dalim zgjedhje sërish, ndoshta nuk do të jenë 48 gjatë. Zgjedhjet mendoni që janë alternativë pikërisht në situatën në të cilën jemi? Jo, por opozita po thotë që janë. Jo, e patëm zonjën Haxhiu, e cila tha dje që... Jo, opozita po thotë që 48 deputet nuk duhesh mi pas gjatë e një. Po, sigurisht, për me bo Kuvendin, nëse nuk dënë të jesh me subjekte tjera politike, normalisht... Jo, nuk është të vërtet se kemi quftes, pra ju parroni, për da po flasë për Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila, kryetari thot që nuk e di pse po shkojnë tanë qeveri, duhet policia mos me ila me hy, ndërkohë që shefja e grupit parlamentar nuk dhja mund quhet pa u po parlamenti, shefi i grupit parlamentar, për gjithsesi kështu për e qujnë, tha që janë duke i uzurpuar vendet, thirrje për puç e kaos. DTK-ja nuk shpreh gatishmëri që të bashkëpunojë me vetëvendosjen. Mirë po ju kundërshtuat hapur bashkëpunimin me PDK-n. E kush po dikton? Pra si mund të thuash që Kuvendi e ka kap partia e parë, kur partia e parë ta ka bën ofertën për koalicion,
ti thush jo, nuk voton, edhe vetëm repasiv, edhe je i kënaqur me vonesën në konstituimin e kuvendit. Por ti je atu subjekt. Ti do duhej që të flasësh kur të konstituohet kuvendi. Pse nuk po merr A pjesë? keni të pamundur të flisni me subjektet e tjera? Jo, si po ndonë pa mund. Të pamundur, nëse keni dashur vetëm LDK-n, pse të përjashtohen të tjerat? Sepse kemi grupin parlamentar të dytin PDK-ja, janë edhe subjektet e tjera, janë minoritetet. Po, mendoj që kryeministri ka dhënë intervistë, nuk është e pamundur, por mendoj që kryeministri ka dhënë intervistë në të cilën e ka shpjeguar që mendon që me lidhjen demokratike të Kosovës kemi qenë në koalicion në Kurtin E. Po, ata e kundërshtuan bashkëpunimin. Po mirë dhe, po janë, ata e kundërshtuan, ndërkohë që akuzojnë që po e diktojnë na vullnetin e të tjerëve. Kurse ata po e diktojnë vullnetin që mos me pas koalicion. Dhe në ndërkohë nuk po marrin pjesë në konstituimin e kuvendit, ata po sabotojnë kuvendin. Pasi që... Edhe po i sabotojnë qytetarët, domethënë këtë mlefin që e kanë, edhe që po e krijojnë në publik, është për shkak se nuk po arrin ata me e kuptuar që i kanë humbë zgjedhjet i kanë humbë. Mirë, po ju jeni fituesi në këtë rast. Po kuvendi, Meneta, vetëm se problemi është që ata i kanë humbë zgjedhjet dhe tash nuk po mundën me bërë qeverinë. Po kuvendi duhet më basë edhe për me shku zgjedhjet të reja kuvendi. Nuk mund të flasim përderisa nuk jemi kuvendin, se me pas kuvendi nuk është vetëvendosjes. Kur konstituohet kuvendi, me pas janë procedurat ligjore për qeverinë, janë afatet kushtetuese dhe ende nuk dihet kush do ta bëjë qeverinë, po konstituohet kuvendi. Vetëm se nuk mund të veprosh e të sillesh sikur kuvendi është i vetëvendosjes, nuk është. Kuvendi është i gjithëve. Pse po sillesh sikur nuk po e bën vetëvendosja kuvendin? Po më falë, ti çfarë uli ki ato? Para qytetarëve. Pse ke dalë në zgjedhje, ke marrë vota, ke ardhur në kuvend, me i përfaqësua, po. Ndoshta nuk arrin në një qeveri. A konsideron që përgjithësia është e gjitha partive? Shiko, e gjitha, unë nuk përpërjashtoj. Nuk përpërjashtoj. Tu ke filluar nga vetëvendosja, PDK-ja, LDK-ja, OAK-ja dhe të gjitha subjektet. Subjekti i parë, përgjithësi më të madhe. Nuk po mungon asnjë vot kur po votojnë. Unë mendoj që nëse kishin votuar shumë vota ato, përgjithësia do aljes nga kriza, duhet të jetë një bashkëpunim më i madh. Është partia fituese e cila duhet të krijojë një bashkëpunim me të gjitha subjektet. Dhe në këtë rast, a duhet të gjenden alternativa, sepse sikur është thirrur ky debat zoti Zulfa që 4 muaj po merrem me këtë çështje jo vetëm se kuvendit dhe nuk po ndonjë zgjidhje. Strategjia të cilën po e mendojnë është që në ne duke përhap shumë dezinformata dhe në dy duke fajsu për blokim partinë fituese, po mendojnë që sa më shumë që zgjatet ky blokim, aq më shumë do të përfitojnë në elektorat. Është për kalkulime elektorale, nuk është për kalkulimet po bëhen nga të gjitha subjektet, nëse jemi të sinqertë. Çka po kalkulojmë ne? Po tash kur flasim për zgjedhje kalkulojnë votat normalisht. Edhe sot vendimi për lehonat nga partitë të tjera u cilësua si vendim për fushat elektorale. Besoj që cilësohet gjithë sigurisht nga një pakicë të cilët gjithçka shohin si çështje elektorale, edhe kur nuk jena në fushat elektorale. Po i cilëson pakicë dy subjekte tjera opozitare? Po pakicë në kuptimin e votave. Jo, po menoj që ka herë ka shumë zëra të cilët janë pak, po janë shumë të zhurshëm. Dhe ajo që dua të them është që po harrohet se si po piktura në kuvend. Në kuvend kemi shkuar për ta konstituuar institucionin më të lartë të Republikës, e ku janë 120 deputet. Partia fituese i ka 48. Tani vullneti pozitiv nuk duhet të kthehet në blokim. Ju shumica e komentuesve kërkojnë nga subjekti që i ka 48 ulse në kuvend, pse nuk po i bën 61. Por tani kjo nuk është qeveria. Mandati pas konstituimit të kuvendit, të cilit do të takoj gjithë deputetëve, do të kaloj tek qeveria. Nëse ajo nuk arrin me zgjedhje brenda 15 dite, do të shohim se si do të veprojë presidentja, mirë po, ka afate ligjore. Pse nuk po kalojmë tek ajo pjesë, nëse kaq shumë janë të shqetësuar për mungesën e vendimeve të qeverisë në detyrë, për mungesën e legjitimitetit, për gjitha mungesat që i thojnë, pse nuk e kanë urgjencën për ta zgjedhur qeverinë? Le ta kalojmë kuvendin dhe të shkojmë tek qeveria. U shumë e thjeshtë. Pra, krejt urgjencat i kanë falso, sepse krejt kalkulimet i kanë elektorale.
Unë të Se kanë falenderoj halën e qeverisë. falenderoj që ishe sot do duhet në fakt kishim para parë të flasim edhe për çështje tjera, puna e kuvendit sikur na mori kohë, mbetëm pa diskutuar edhe punën e masa, për shkak se Kosova vazhdon të përballet me masat e vendosura nga BE-ja, është plani i rritjes, po ashtu janë edhe çështjet e tjera, të cilat Kosova sikur ka ngecur, po besoj që do të flasim një herë tjetër, zoti Zupaj. Masat tashmë gradualisht kanë filluar të hiqen, por ju e dini se nuk folën për shumë segmente tjera, por ato kanë qenë të lidhura me shtrirjen e sovranitetit në veri. Dhe se kanë qenë të pa drejta dhe të pa justifikueshme, e din edhe ata që i kanë vendosur, mirë po vendimarrja brenda Bashkimit Evropian është e tillë që ja kanë pamundsu vetës pastaj për të hequr me shpejtësinë të cilën i kanë vendosur, por që nuk kanë bëjnë as pak me politikën tonë të jashtme, por vetëm me shtrirjen e sovranitetit në veri, e cila besoj mund të flasim gjëra gjatë për efektet pozitive për Republikën e Kosovës. Pasi që një përgjigje në fakt nuk patem arrit me siguru më herët, është pikërisht të takimet që Kurti ka me ambasadorët, kemi parë komunikatat të ndryshme që kanë dalë nga ambasadat dhe komunikatat të ndryshme që kanë ardhur nga qeveria, pa e vënë çdo herë theksin në ata që kërkohet formimi institucioneve. Pse ka ndodhur kjo? Pse do duhej ambasadat të na njoftonin ne për ato që ndodhte në takime? Mendoj që qëllimit për çka i thret, kryeministri ka folur për qëllimin e takimit dhe jo për komentet e secilit prej ambasadorëve. Pra, takimi me ambasador ka qenë për një temë specifike dhe pastaj aty mund të ketë komentimet ndryshme, por kjo nuk është pse është thirr takimi me ambasador. Dhe se kjo besoj që e shpërfaq ndoshta dallimin ku ambasador të ndryshëm ngritin çështje tjera dhe pastaj ato mund t'i kthejnë në komunikat kur dalin se këtë çështje. Po në çdo takim është kërkuar formimi sa më i shpejt i institucioneve me qëllim po mendoj që është legjitime të kërkohet konstituimi i kuvendit dhe ne po kërkojmë që të konstituohet kuvendi sa më shpejt, sepse është në interesin e qytetarëve. Presim kush do të lëvizë këto qëndrime dhe shohim. Ne nuk mund të lëvizim më shumë se sa të votojmë për. Le të votojnë për edhe lëvizim për një herë, po nuk po votojnë, po bllokojnë. Falenderoj shumë për kohën dhe intervistën. Faleminderit për juve. Do të vazhdojmë tutje me informacione tjera të ditës. Kontingjentet të Forcës së Sigurisë së Kosovës janë duke operuar në ushtrimin shumë kombësh Defender Europe 2025, krahas shteteve partnerë në Shqipëri, Kroaci dhe në Maqedoninë e Veriut. Kjo u bë ditur nga ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ai ka shkruar se në Kroaci pjesë e ushtrimit është Togu Gjenjer, luftarak në Shqipëri FSK, operon me kapacitete luftarake të Këmsorisë, ndërsa në Maqedoninë e Veriut është i angazhuar Togi i Murtajave si dhe policia ushtarake. Maqedonci thekson se pjesëmarrja e FSK-s në Defender Europe mundeson testimin e kapaciteteve dhe ndërveprueshmërinë me partnerët ndërkombëtar. Një herë është tregon për kushtimin ndaj standardeve të NATO-s dhe angazhimin e saj në ruajtjen e paqes dhe sigurisë. Me 5 vjet burge 1.000 euro gjob është dënuar sot agendi i shërbimit sekret serb Aleksandar Vlajić, i cili pranoi fajsim për spionazh dhe armbajtje pa leje. Sipas akt akuzës, Vlajić veproi si bashkëpunëtor i shërbimit sekret Serbia, duke mbledhur informacione që rrezikonin rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare të Kosovës. Ai ka incizuar fshehurazi, lëvizjet e automjeteve të policisë së Kosovës dhe prezencës ndërkombëtare në veri të vendit, si dhe mblodhi të dhëna për qytetar serb të dyshuar si bashkëpunëtor të institucioneve të sigurisë në Kosovë, përfshirë zbulimin e identitetit të një zyrtari të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, të cilin e njihte nga periudha kur vetë kishte qenë pjesëtari i policisë së Kosovës. Seanca e shqyrtimit ndaj 3 akuzuarve për rastin e Banskës do të mbahet më 9 qershor. Njoftimi u bë ditur nga gjykata themelore e Prishtinës. Të akuzuar në këtë rast janë 45 persona, por vetëm 3 prej tyre gjenden në paraburgim. Sipas akt akuzës, mbi 45 të akuzuarit rëndojnë veprat penale për terrorizëm, financim terrorizmi dhe shpërlarje paras. Ata akuzohen se me 24 shtator të vitit 2023 kanë kryer sulm terrorist në Bansk duke lënë të vrarë zyrtarin policor Afrim Bunjaku.
Departamenti special ka caktuar masën e paraburgimit ndaj 22 të pandehurve të dyshuar për blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje pa autorizuar e narkotikeve. Pas mbajtjes së seancës dëgjimore, gjykata vlerësoi se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate. Kosova ka pranuar 95.5 milion euro financim për mbështetje buxhetore nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ministri në detyrë i financave Kuran Murati ka njoftuar se kjo ka ardhur si rezultat i përmbylljes së programit 2 vjeçar me FMN, në kuadër të cilit janë paraparë reformat e nevojshme në financat publike dhe ruajtja e qëndrueshmërisë fiskale. Tutje, Murati ka thënë se qeveria mbetet e përkushtuar për rritje të qëndrueshme ekonomike dhe krijim të vendeve të reja të punës. Bizneset së bashku me punëtorët do të protestojnë me 11 qershor nëse qeveria nuk reflekton ndaj vendimit për ndaljen e tregut të lirë të energjisë elektrike. Kështu ka deklaruar kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, në një konferencë për media pas takimit me përfaqësues të bizneseve. Rafuna theksoi se kërkesa kryesore është sigurimi një faze tranzicioni përpara hyrjes në tregun e lirë. Nëse qeveria në dorëheqje nuk reflekton ndaj vendimit për daljen në tregun e lirë të energjisë elektrike, punëtorët e bizneseve do të protestojnë të mërkurën në sheshin e kryeqytetit. Kështu paralajmëruan përfaqësues të odave e bizneseve pas një takimi që zhvilluan të enjtën, ku shprehen kërkesat dhe pakënaqësitë me këtë vendim. Në rast se nuk do të ketë një reflektim, atëherë bizneset do të bashkë me punëtorët se kanë filluar të ndiejnë pasojat negative të këtij vendimi. Dhe bashkë me punëtorët ditën e mërkur do të dalim në shesh prej orës 11 deri në orën 12 për ta shprehur pakënaqësinë që e kemi lidhur me këtë vendim. Një nga kërkesat kryesore që SEPAP të ketë prolongim të këtij vendimi në mënyrë që bizneset të përgatiten, po ashtu edhe infrastruktura ligjore dhe fizike të përmirësohet në të mirë të biznesë prodhuese dhe shërbimeve duhet të dalin në tregun e lirë. Ftojmë kekun këtë rast që të mos kërcënoj bizneset me ndalje të rrymës, siç po kemi informata nga bizneset që po të kërkuar nga biznesi që ta bëjnë një kontratë, të realizojnë një kontratë, në të kundërtën do t'ja ndalë rrymën. Paralajmërimet tona tash më përdalin të jenë reale, veçanse gjithë prej nesh jemi të informuar për rastet e 2 fabrikave të cilat janë në pronësi të investitorëve të huaj ose të cilat kanë kapital të përzier, do të thonë vendor edhe të huaj, të cilat janë mbyllur, po flasim për një 300 punëtorë në një prej komunave më të afërt të Republikës Kosovës. Sipas tyre, nëse nuk ka reflektim nga qeveria, do të ndërmarrin hapa të tjerë kundër këtij vendimi që prek mira kompani e punëtorë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka shënuar 100 vjetorin e themelimit. Në këtë përvjetor jubilar u vlerësua lart puna e institutit në ruajtjen dhe përparimin e shëndetit të popullatës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se shëndeti publik është gur themeli një shoqërie në zhvillim për të cilën u shpreh se do të bëhen investime. Qytetaria e humanizmi, gjithëpërfshirja e mosdiskriminimi, vlera këto që burojnë nga drejtimi ynë perëndimor. Këto vështirësi për gjatë historisë nxorën nga instituti jonë kuadro të shquara që vendosën themelet e shërbimeve të epidemiologjisë, mjekësisë sociale, mikrobiologjisë, ekologjisë humane, statistikave, por edhe si profesor që i ngritën brezat e ardhshëm. Shëndeti publik është gur themeli i një shoqërie në zhvillim. Ai përfshin jo vetëm parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, por edhe promovimin e një stili jetese të shëndetshme, uljen e pabarazive shëndetësore dhe sigurimin e qasjes në kujdesin shëndetësor, cilësor për të gjithë pa lënë asnjëri mbrapa. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka qenë gardian i shëndetit të popullatës tonë. Në këtë 100 vjetor të institutit falenderojmë me përullësi të gjithë profesionistët, mjekët, epidemiologët, mikrobiologët, infermierët, elaborantët, ekspertët e shëndetësisë dhe gjithë punonjësit pa dallim të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, të cilët me përkushtim dhe sakrificë kanë punuar pa u lodhur ndër breza për të mbrojtur dhe përmirësuar shëndetin e popullatës në Republikën tonë. Ku jemi sot një shekull më vonë?
Vizioni populate shëndosh në mjedis të shëndosh në një shtet të shëndosh, me mision për mirësimin e shëndetit të popullatës, përmes monitorimit të gjendjes shëndetësore, parandalimit smundjeve, promovimit praktikave të shëndetshme dhe reagimit efektiv ndaj emergjencave shëndetësore. Jemi Agjencioni Ministrisë së Shëndetësisë me Selim Prishtinë dhe i kemi qendrat rajonale të shëndetit publik në Pepri, Zren, Gjakov, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj edhe në Prishtinë si vjet është themeluar për të bëjmë organizimin e saj. Ndrojmë temë të informacioneve me rastin e festes e Kurban Bajramit, Muftiu i Kosovës Naim Tërnava ka mbajtur një konferencë përmes së cilës uroi besimtarët musliman për këtë festë të shenjtë. Në mesazhin e tij, Tërnava uroi për paqe dhe mëshirë. Kurban Bajrami është për kujtim i sakrificës profetike të Ibrahimit a.s., i cili ishte i gatshëm që ta aflijonte më të dashurin e tij për hir të Zotit të Madhërisëm, dhe i cili na mësoi se besimi i vërtet nuk njeh kufi dhe as frikë nga sprovat, por gjen kuptimin më të lartë pikërisht në dorëzimin e plot ndaj vullnetit hyjnor të Zotit xhallashanuhu. Në këtë ditë, zemrat e besimtarëve mbushen me mirënjohje dhe përkushtim, ndërsa duart e tyre shtrihen në ndihmë dhe bujari, ka se kjo festë është një akt që mishon në frymën e afërsisë me Zotin dhe përgjegjësisë ndaj shoqërisë. Me bindjen dhe nështrimin ndaj Zotit, flijimin, përkushtimin, solidaritetin, dashurinë dhe unitetin familjar dhe shoqëror për hir të dashurisë hyjnore, Zoti i Madhërisëm thotë: Andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe therr kurban. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur masë ndalese të pakoshme për import të ruminanteve të vegjël, dele dhe dhi nga regioni i Shkodrës dhe Kukësit në Shqipëri. Kjo ndalesë është bërë për shkak të shpërthimit të sëmundjes së murtajes së baktive të imta. Autoritetet kufitare do të shtojnë masat e kontrollit në të gjitha pikat kufitare me Shqipërinë, me qëllim parandalimin e futjes së kësaj sëmundje në territorin e Kosovës. Ndërkaq, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë po ashtu ka bërë thirrje qytetarëve që therrjet rituale për festën e Kurban Bajramit, por edhe therrjet e rëndomta, duhet të realizohen vetëm në thertoret e aprovuara nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë. Therrja jashtë këtyre objekteve, përveç se përbën shkelje ligjore, ajo rrezikon shëndetin e përgjithshëm publik. Kosova vazhdon të përballet me mjedis të ndotur. Numri i madh i automjeteve të stërvjetruara në qarkullim, mbushja e tokës së Kosovës me produktet e plastikës dhe prerja e egër dhe pa kontroll e maleve të vendit janë ndër faktorët kryesorë që po ndikojnë në ndotjen e mjedisit. Do të diskutojmë pikërisht për këtë çështje në ditën botërore të mjedisit me profesorin universitar dhe njohësin e mjedisit Zeqer Veselaj. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Menita. Sot në fakt shënohet dita botërore e mjedisit me pak aktivitete në vendin tonë dhe me një mjedis jo fort të kënaqshëm. Faleminderit, Menita, po e zbut jo fort të kënaqshëm, sepse nuk është as pak i kënaqshëm, po realisht vetë ideja që ju thatë që kishte shumë pak aktivitete që ta shënojnë këtë ditë e konfirmon këtë se nuk ka ndonjë interes edhe kjo ditë e cila është dita kur para 53 vjetësh u mbajt konferenca ndërkombëtare për zhvillim dhe mjedis që ishte ngjarja e parë ndërkombëtare e cila e zhvendosi mjedisin nga problemet lokale dhe nacionale në nivel global, do të që këto problemet mjedisit duhet të trajtohen në nivelin global, si çështja e ndryshimeve klimatike, shpyllëzimit, mungesës së ujit në rritje e kështu me radhë. Këto problemet ju i përmendet janë ato që po thuaj në çdo ditë të mjedisit na përcjellin dhe po thuaj i përsëritim të njëjta, i shohim në çdo raport monitorues të Agjencisë së Kosovës për mbrojtjen e mjedisit se nuk ka lëvizje sepse pavarësisht monitorimit dhe raportimit se si është gjendja e mjedisit po mungojnë masat për përmirësimin e saj. Për ta vendosur pa të rastin për vjetorin e Institutit Shëndetit Publik, që edhe unë ja uroj shekullin e punës e tyre, po do të thotë nëse mjeku përshkruan vazhdimisht diagnoza, por nuk ndërhyn me ilaçet që veprojnë, nuk mund të ketë shërim.
kjo është e njëjta edhe me mjedisin. E që në fakt, një numëri sëmundjeve vinë pikrisht edhe si pasojë e mjedisit, ajrit të ndotur. Absolutisht do të thotë Kosova sot ballafaqohet me një ajër shumë të ngarkuar me ndotje pavarësisht stinës, që përpara ka qenë stina e dimrit për shkak të ngrohje më ngarkuar, por tashmë rritja transportit urban që e përmendet ju e bën këtë ndotje vazhdimisht të koncentruar në Prishtinë dhe në zona tjera urbane. E kemi ndotjen permanente që vjen nga sektori energjetik, respektivisht nga termocentralet e Kekut. Ndotja urbane e pluhurit nga rrugët e papastruara në Prishtinë dhe në zonat urbane, do të thotë ju mund të shihni në mbrëmjeve mbi kulmin dhe xhamat e veturave t'juja se çfarë ndotje pluhuri dhe thërmia shtëimta depozitohen aty, gjitha këto e bënë një ajër me cilësi jashtëzakonisht të ngarkuar. Uji i Kosovës ballafaqohet me probleme si në sasi, do të thotë jemi ndër vendet që kemi më së paku ujë në dispozicion për kokë banori në rajon, po ashtu edhe në probleme në cilësi që ky ujë pakët është i atakuar edhe nga mungesa trajtimit të ujrave të zeza, që do të thotë ujrat tona të kanalizimeve, ujrat e zeza shkojnë ose në trupat ujor në lumej të patrajtuara ose derdhen në tokë dhe ashtu i kontaminojnë edhe ujrat nëntoksore tona. Ka vazhdimisht humbje të sipërfaqeve toksore, qoftë nga ndërtimet, qoftë nga zënja me rrugët e reja me autostradat, ndërtimet e shtëpive që ndodhin vazhdimisht, janë do të thotë 1000 hektar tokë tashmë të konfirmuara që janë humbur, shpyllëzimet që kanë ndodhur në mas, që tashmë këto vitet e fundit shpyllëzimet për qëllimet të ngrohjes kanë rënë në nivelin e tyre për shkak se njerëzit janë larguar me të madhen nga ngrohja me dru dhe po shfrytëzojnë mjetet e tjera, që nuk është të thonë se i kontribuojnë për mirësimit të gjendjes. Edhe sasteja e gjenerimit të mbeturinave është ajo aty ku e kanë vendet e shtresës mesme të GDP si pas bankës botërore, por problemi në Kosovë është se po thuaj se kemi një munges totale, themi sepse më pak se 2% e mbeturinave riciklohen, do të thotë çdo gjë që gjenerojë mbeturina organike, të plastikës, të paketimit dhe të letrës e kemi të vendosur në kontejner dhe gjithçka shkon në deponitë e mbeturinave, të cilat si rezultat po mbushen shpejt dhe shumë shpejt po ju përfundon jeta e tyre. Pra, nuk ka një sistem të menaxhimit të mbeturinave, ishim dëshmitar edhe këto javët e fundit me menaxhimin e mbeturinave në kryeqytetin e Republikës, që përveç kësaj situate objektive që e shkaktojnë mbeturinat si problem, përplasjet, komunë, kompanije mbeturinave sollen situata jashtëzakonisht të rrezikshme për shëndetin e njeriut dhe për mjedisin tërësisht, që kam ka bërë përshtypje në krejt këtë situatën javë të fundit ka qenë një indolencë, një heshtje totale e Ministrisë Mjedisit, do të thotë. Nuk ka pas ndonjë reagim. Nuk ka pas ndonjë reagim, është problemi i tyre se si bën, ndërsa ministria është përgjegjës si kushtetues për cilësinë e mjedisit në secilin cept Kosovës. Po, në fakt, sa po merren institucionet me mjedisin, apo nuk po merren fare? Gjithmonë e kam mendu se në rastin e qeverisjes së fundit bashkimi i Ministrisë i Resorit Mjedisit me infrastrukturën e kam prit që ka me zhvendos në një kënd, po thuaj të plotësisht e parëndësishme mjedisin si problem. I bie që kjo ministri është lënë pas dore? Ministria si tillë është shumë aktive, po është aktive në infrastrukturë, autostradat, këto shpronësime dhe gjëra tjera, por jo që kemi ndonjë ndikim të madh në projektet mjedisore të vendit. Ende është ministria me buxhetin më të vogël sa i përket sektorit të mjedisit dhe du të kemi parasysh që deri tash përmirësimet sa do të vogla që janë bërë në mjedis kanë qenë më shumë rezultati interdvenime nga ana donatorëve, qeverive donatorët, të cilat duhet jemi falenderues që prej qeverisë së SBA-ve, Bashkimit Evropian, Banka Botërore, qeveria suedeze, japoneze, këto që po mbien ndërmend për momentin që kanë ndihmuar mjedisin e Kosovës, por du të kemi parasysh tashmë që fondet amerikane që kanë qenë ndër më të fuqishmet në këto vitet e fundit, nuk janë më fondet e BE-s për shkak të masave që Kosova po ballafaqohet, ende janë në pikpyetje se si dhe kur do të vinë, kështu që definitivisht kërkohet që vetë ministria, vetë institucionet të bëjnë pak më shumë
në adresimin e problemeve buxhetore, resurseve njerëzore që t'i adresojnë problemet mjedisore në rritje. Ishte inkurajuese dje ky veprimi i prokurorisë në rajonin e Prizrenit, sepse ishte momenti i fundit që dikush të dalë dhe t'i ndalë tërë këta eksploatues. Nuk po më intereson a kanë qenë legal apo ilegal, sepse ajo që ne e shohim është se shtrati i lumit tërë duke u shkatruar totalisht. Dhe t'i ndalë një herë që ta vendos një rend dhe një rregull që të shpëtohet ajo që mund të shpëtohet nga shtrati i drinit të bardhë. Cilat janë më të dëmtuara, shtretërit e lumenve apo prerja e pyjeve? Që ndodhë në mënyrë të kundërligjshme? Prerja pyjeve këto vitet e fundit duket se ka një rënje. Një rënje për shkak ajo që thash ka një vetëdijsim, ka një ulje të kërkesës së njerëzve për drum, sepse kanë kalu në ngrohje me energji elektrike, me pelet dhe me forma tjera. Përderisa investimet që janë bërë në infrastrukturë, në ndërtimin e rrugëve, e kanë rrit presionin për lëndë tek shtretërit e lumeve, po njëkohësisht edhe të hapja gurthyseve në tokat pyjore. Do të kemi një lloj të rritë dhe gradimit që janë këto gurthys që nuk po mendoj se ka vend në rajone, mos themi më gjerë, që ka kaq shumë dhe kaq shpesh gurthys, që unë i quaj figurativisht janë bërë sikur pika tumorale në pejsazhin e Republikës së Kosovës, do të ka do që sillesh ku janë duke u ndërtuar rrugë të reja, e shet që i hapet një gurthys, i cili mirë që hapet, se këtyre rrugë ju duhen materiale. Por asnjëherë deri sot nuk ka ndodhur që një gurthys kur e ka përfundu operimin e vet, që të paktën të tentoj ta kthej, ta përmirësoj gjendjen në ashtu si i kanë obligimet, sepse unë e njoh legjislacionin, kur ai merr lejen për eksploatim, thotë se pas përfundimit unë do ta kthej situatën. Nuk ndodh kjo gjë dhe krejt këto po e bëjnë që tash ky sektori i investimeve në infrastrukturë po e rrit presionin këtyre ndërhyrjeve në mjedisin jetësor. Në fakt, a duhet institucionet jenë më të vëmendshme, po ashtu qoftë edhe me gjobat, po ashtu qoftë edhe me ndonjë fushat vetëdijsuese? Institucionet duhet t'i ndjekin, e kemi bërë një hulumtim, e kam prezentuar edhe në shtëpinë tuaj televizive para disa muaj, raportin e progresit të Komisionit Evropian. Atje thuhet se çka duhet të bëjmë, sepse ne synojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian. Dhe 1/3 e kushteve që duhen plotësuar kanë të bëjnë me mjedisin. Dhe është shumë. Një ndër rekomandimet që vazhdimisht kur e kemi bërë analizën e asaj, ka dalë që Ministria e Qeveritë e Kosovës duhet ta ngrisin problemin e mjedisit në nivelin e prioriteteve të tyre. Diçka që nuk është duke ndodhur. Gjithmonë kërkojnë që të investohet në resurset njerëzore, të mirët më shumë staf. Po ndodhe kundërta, të rritet buxheti. Përsëri kjo nuk po ndodh. Dhe çka duhet të bëj tjetër? Duhet një qeveri që i kap këto rekomandime, ulet dhe thotë se ne nëse synojmë antarësimin e Bashkimit Evropian, duhet plotësu këto standarde. Këto standarde po na tregon rruga se si duhet shkohet të plotësohet. Po gjithmonë e them me neta se më shumë se sa plotësimi i standardeve të Bashkimit Evropian për antarësim, kur do të ndodh, me interes për mua është që qeveria duhet të investoj në ruajtjen e shëndetit të qytetarit. Më shumë se sa po plotësohet, sepse vetëm duke punu drejt standarde përmirësohet edhe shëndeti publik. E nisa me atë maksimen mjekësore që gjithmonë më mirë është të parandalosh se sa të shërosh. Nëse kjo qeveri, cila do qeveri jashtme, duan të kenë një shëndet të popullatës në nivel që do të dëshironi, duhet ta përmirësojnë cilësinë e mjedisit ku jetojnë. Do të përmirësimi kësaj cilësie është parandalimi. Nuk mund të ketë shëndet mirë popullatës nëse të gjithë mediumet mjedisore, ajri, ujë, toka, natyra gjallë, ushqimi që e patet ju nesore, është i pasigurt. Dhe kjo kërkon angazhim, kjo kërkon që nga ato letrat, sepse vazhdimisht thuhet kemi bërë këtë strategji, kemi bërë këtë plan, por në terren nuk po shihet veprimi i tyre. Pra duhet të mirën ato letra, po them figurativisht se janë dokumenta të aprovuara, dhe unë gjithmonë them dokumenta të hartuara mirë, se janë hartuar me ndihmë mjaft të madhe të komunitetit donator Bashkimit Evropian, ka pas ekspertizë të jashtme, duhet të mirën dhe të shihet se si të realizohen në
jetë. Dhe jo të hyet pastaj, si shpëndodhë shpes që mirët një strategji, vjen një minister, hudhet poshtaj dhe kap ky tjetri, thot, tash do ta bëjun timen. Dhe nuk zbatohet asnjëra. Dhe nuk zbatohet në realitet asnjëra. Dhe kjo është që ne po na mungon që ta shohim një përmirësim sa do të vogël të mjedisit në të cilin po jetojmë. Profesor, shumë faleminderit për kohën, urojmë që ketë vedisim qoftë në mbrojtjet e mjedisit, po ashtu të kemi një ajër me të pastër dhe të kemi me pak sëmundje që vinë si pasojë kësaj. Edhe unë uroj që pas një viti të bëjmë diçka tjetër dhe këtu duhet të adresojë një mesazh të vetë qytetarët. Edhe ne jemi një nga hallkat e këtij problemi. Edhe ne jemi, pra mos të abstrahojmë vetveten që jemi problem. Faleminderit shumë. Merci. Kombëtarja e Kosovës në futboll ka vazhduar me seanca stërvitore në kuadër të përgatitjeve për 2 ndeshjet miqësore të këtij muaji kundër Armenisë dhe Komoreve. Seanca e fundit është mbajtur në stadiumin Fadil Vokri dhe është karakterizuar nga angazhimi maksimal dhe atmosfera shumë pozitive brenda grupit. Duelin e parë Dardanet e luajnë të premten orën 19 në Fadil Vokri, ndeshje kjo që transmetohet drejt për drejt në RTK. Kombëtarja e Kosovës në futboll ka zhvilluar stërvitjen e 4 në kuadër të përgatitjeve për 2 ndeshjet miqësore të këtij muaji kundër Armenisë dhe Komoreve. Seanca është mbajtur në stadiumin Fadil Vokri dhe është karakterizuar me angazhim maksimal dhe atmosferë shumë pozitive brenda grupit. Selektori i Kosovës, Franco Foda, ka vendosur fokusin kryesor të kësaj seance në aspektin taktik për të përgatitur skuadrën sa më mirë për ndeshjen e parë miqësore që zhvillohet të premten kundër Armenisë. Për rëndësinë e këtyre përballjeve e foli edhe në konferencën për medie. Ja, es fehlen zwar einige Spieler, auch wichtige Spieler, aber trotz allem für uns ist es wichtig, dass wir versuchen, diese beiden Freundschaftsspiele zu gewinnen, weil es sind die letzten Spiele vor der Weltmeisterschaftsqualifikation im September. Also unser Ziel ist ganz klar definiert, das werde ich auch der Mannschaft mitteilen, dass wir beide Spiele gewinnen wollen. Ja, es sind zwar unter Anführungszeichen nur Freundschaftsspiele, aber für mich persönlich sehr wichtige Spiele. Atmosfera në kampin Dardan është shumë e mirë dhe harmonike. Edhe lojtarët e rinj që për herë të parë janë bashkuar me kombëtarën, janë ambientuar shpejt me grupin dhe po japin maksimumin në çdo stërvitje. Për shkak të lëndimit, mbrojtësi Ismail Beka është larguar nga grumbullimi, derisa pjesa tjetër e futbollistëve janë në gjendje të mirë fizike dhe kanë stërvitur me kapacitet të plotë. Portieri Visar Bekaj pas stërvitjes theksoi se gjithçka po shkon në drejtimin e duhur dhe se grupi është i bashkuar. Stërvitjen të shku mjaft mirë, atmosfera shumë e mirë, edhe lojtarët që kanë orë të rinj kanë ambientuar shumë mirë me ekipin, edhe besoj edhe këta lojtarë që janë pak më të vjetër i kanë pritur shumë mirë, edhe po shpresoj që këto 2 ndeshje me shku për fitore, edhe me vazhdu këtë cikël pozitiv. Nuk ka kundërshtar të lehtë, edhe me Armenia, domethënë është e kombëtare shumë e fortë, edhe po shpresoj që kena me jap maksimumin, kena me ime 100% pa më parasysh është miqësore apo është kualifikuese, domethënë na jap maksimumin edhe shpresoj që lojtarët e rinj të rregu veten që të ardhmen në postë të lojtarë më të mirë. Ndërkohë ansori i shpejt Ermal Krasniqi vlerëson përgatitjet që po zhvillohen në drejtimin e trajnerit Foda. Dhe është dita 4 e stërvitjeve dhe grupi është shumë i mirë dhe të gjithë janë të vetëdijshëm që duhet të japin maksimumin dhe jemi në urat e trajnerit dhe po mundohemi që të përgatisim ndeshjen sa më mirë, që është e mundshme dhe të shohim çfarë do ndodhë në ndeshje. Të gjithë janë ambientuar shumë shpejt dhe janë shumë djemë me karakter shumë të mirë dhe të gjithë e kanë pasur që duhet të japin më të mirën që të zënë një vend kombëtare dhe normalisht i kemi mirësardhur shumë mirë. Për dallim nga hera e kaluar, Armenia tani janë shumë të mirë në aspektin e ofensiv dhe defensiv. Jemi duke analizuar në maksimum dhe shpresoj që të bëjmë të mirën të premten. Dueli Kosovë-Armeni zhvillohet të premten në ora 19 në Fadil Vokri dhe transmetohet drejt për drejt në RTK. Me informacionet nga sporti e përmbyllim magazinën Info Plus për sot. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.